Ndërtimi i një fabrike e përpunimit të hekur nikelit apo trajtimi i mbetjeve spitalore rreth 200 metra linjë ajrore larg shtëpive dhe tokave të tyre bujqësore ka shqetësuar banorët e fshatit Kolsh. Banorët thonë se asgjë nuk është transparente pasi flitet për pasurimin e hekur nikelit, por mund të jetë edhe mbetje spitalore dhe thuhet se është një investim strategjik. Është një shqetësim sa vjen banorët e fshatit Kolsh lidhje me një fabrikë, pretendohet se është fabrikë. Nuk është asgjë transparente për të bërë lidhur. Është një që tash quhet investitor strategjik që ka në CV-n e tij përpunimin e hekur nikelit, ka mbetjet në riciklimin e mbetjeve spitalore, cila do të qoftë procedurë vendi ku pretendohet të bën është shumë i dëmshëm. Pse është i dëmshëm? Nga zona e banuar është jo më lart se 200 metra në lirë. Qoftë hekur nikeli që është shumë i dëmshëm, po edhe të qofshin mbetje spitalore atë më shumë se të rrezikshme. Kështu që banorët janë shumë të irrituar dhe janë totalisht në kundërshtim me këtë investim që kërkohet më bën, duke mos u bën as pak transparente. Është bën presion shumë banorëve, personave që janë në punë është bën presion shumë që firmosin pa dëshirën e tyre. Kështu që fshati është mbledh, disa herë është mbledh për këtë problem dhe do gret një grup pune që të merret intensivisht me këtë punë duke frenuar edhe presionet që ka bën shteti, bashkia, qeveria për këtë gjë, se realisht është shumë e dëmshme. Janë dy pika me hekur nikel që asnjë fije interes fshatit s'ka pas me të përveç se është ndodhur. Do bëhet pasurimi, banorët e pasurimi? Nuk është asgjë e sigurt dhe e dukshme. Flitet për hekur nikel, për pasurimin e hekur nikelit, po mund të jenë edhe mbetje spitalore që cila firma dini kush? Nuk i dihet, nuk është bërë asgjë transparente. Kështu që banorët janë totalisht në kundërshtim me këtë investim. Banorët thonë se vendi ku pritet të ndërtohet fabrika është zonë e mbrojtur dhe e bjeshk dhe fabrika e pasurimit të hekur nikelit apo e trajtimit të mbetjeve spitalore është helm jo vetëm për Kolshin, por edhe për Kuksin. Ne janë të deshme na prunë një fabrikë, thonë. A fabrik hekur nikeli, a mbeturina spitalore, nuk e dim. Ja kanë një qeni muj. Kush është në punë nuk i lanë të u bërë presion me qitë firmë me zërë. Do të qitish firmë se ose largon nga punë. Njeri kanë pezullu, pak marmrat nesme një kanë marë. Qa me firmos në tashine, na këtë djersën e djemëve, se na nga një djemë, pa i bon 20 vjetë kanë netën për emigrim, me zë e kena regullu, ka një shpi. Pse e një kundër juve, si banor? Për ne kundër sa ja helem. Mas rënjum, me cukur me prunë hekur nikel, i ditë ja hekur nikel, ja helem. Jo vishna që jemi këto. Ne kemi edhe gjysën e katunit e kemi, se kemi ati ndushje, kanë thonë krejt do të vim këto. Do të hedhem firme, se në do të vim këto për shqetu. Me di se vetin jetë që të në Kolsh. Pa dalë që ati më bon i 14, që do dëshmëri Kolshit se la. Që ta kërkim na? Që tu me arë më prodhë me ne, se s'kemi takat me ikë për këtu, se me pa takat. Arrirë më rahat që ati. Që ta dumë na? Na lanë në rahat. Asë një gjohë ketër si dumë na. Po jo fabrikë hekur nikeli, po me ka në fabrikë si na ber lekë të shpija nuk i du. Sa të u bon tinas. Se me ka një gjohë që a e mirë, bene e banë hapta se, jo t'i bon senet më shepë. Kjo zona ku do me bon fabrikën, është zonë e mbrojtën e shpallun për qeverisë e për parlamentit. Zonë e mbrojtën, Tulipani, Besni Kallashi, Ramet Pas e ka shpallë. E nga shpallme. Si mund është me bon një fabrikë në zonë të mbrojtëme, që e ka shteti e ka mbrojtë. Si ka mundësi? Me në prunë helmin do. Uranium është i pari, dyti është hekur nikeli. Duhen me esirë të. Për arni, për surreje, për mamësi, me prunë këtu me nërishë. Me pasuru po me ndonë, Ai pluni nuk le gjomër pa bon. Si duhe me votit, na internojë ne ka lushnja, pa në ku na internon, edhe hikim, na, e ta marrë këtë venin. 73 kam, me gjithë qatë burë. Se ati kam e dek, edhe aja s'ka mu mu. Letë më ishëm, duhe edhe qeveria, edhe e dirama, nëse këna nërmen me elan. Shta hen në burg të qkoj, unë, edhe letë marrë mu në burgaj.
kjo fabrikë. Ka ardhur dëgjes, nuk e kena pranu, nuk e du, morti, as nuk e du, në ban fabrik, Florini nuk e du. Florin qitë, sikur në Robik, nuk ja du. Bolla kena presh ma ha dëship, komplet beshkajone e preshme, komplet. Banorët ndërkohë kanë ngritur një grup pune që do të merret intensivisht për ndalimin e ndërtimit të këtyre objekteve, por edhe ndalimin e presioneve që po ju bëhet banorëve, sidomos ata që janë në punë në sektorin publik për të firmosur për ndërtimin e tyre.